Jo, arab. Arab? Po. Interesant. Ka të që njëftu me bashkëshortin tonë arab? Jom njëftu në restoran, kafe kena pije, edhe u kanë lounge u kanë me kafe, edhe kena fol, edhe kena bo kontakt qështu me sy, tani ka artu muhe, edhe ka shkrujtë në letër numrin, e me ka dhënë mu numrin. Familja si e pritën masi që është arab? A e pritën mirë pësut? Po mirë, po normal, mama e baba po dojnë ma mirë venin teme, po mama është e gëzume, që mund e gëzume edhe ajo e gëzume është. Fëmijët të ja kanë gjithë emri shqiptare a ke vënë? Jo, arab. Po. Sa mirë, të sa kohë i martu? Që 4 vjetë. Që 4 vjetë. Bashkëshortin e ki shqiptar? Jo, arab. Arab? Po. Interesant. Ka të që që njëftu me bashkëshortin tonë arab? Jom njëftu në restorant. Po. Që shtoj në kena pi kafe, kena pije, edhe u kanë lounge u kanë me kafe, edhe kena fol, edhe kena bo kontakt qështu me sy, tani ka artu muhe, edhe ka shkrujtë në letër numrin, e me ka dhënë mu numrin. E tani qështu kena kontakt kena marë. Sa të ishit bashkë me to para se u martu? 1 vjetë. 1 vjetë? Po. Po familja si e pritën masi që është arab? A e pritën mirë pësut? Po mirë, po normal, mama e baba po dojnë ma mirë venin teme, po mama është e gëzume, që mund e gëzume edhe ajo e gëzume është. Sa mirë, kjo është e mira? Po, shumë mirë, po. Po, fëmijët të ja kanë gjithë emri shqiptare a ke vënë? Jo, arab. Arab? Po. Këto traditat, kulturat arabe i banë? Po, e kam shumë marak, e kam. Qëka i traditat arabe, që kam banë për shambur? E kam marak, se edhe gjua, edhe qyshan njerës, edhe kultura është këtë ndryshe është. Edhe janë shumë dashne janë. Po. Diçka që kanë veçanë për kultura, që të pëlqenë ty për Europë? Haja. Haja, që kanë diçka për që më bëjë? Që kanë diçka veçanë për Europë? Janë, shumë së qorbat, qaje shumë mirë është. Po, edhe muzika. Që muzika për shembull? Arab muzika, edhe teshat janë shumë tradicionel janë, cukër, që më thonë, Indonesi, që më thonë, Bollywood, me ngjyra, shumë bukur. Interesant? Interesant shumë. Po ti i mbanë sigurisht dhe tradita shqiptare edhe arabe, ty ata po? Po. Bashkëshorti vjen në Kosovë, e merë do njëherë to? E merë në Kosovë me vete bashkëshortin? Po. Ka qenë? Po. E ka përqen Kosova? Po, e përqen shumë i përqen. Vetëm Prizreni është shumë, është veni jem. Unë e këtu kumë ardhë se më ka vdeka gjyshja. Për që ta na kena ardhë këtu. Sot kena më këthyn për Holland, e ta shte jena darë këtu. Pak me pi kafe, se kafa këtu, shumë edhe trileqa, wow. Shumë mirë trileqa. Po, Prizreni ka gjitha ushimet e mira. Ja, Prizreni shumë mirë, edhe njerë janë shumë bukur, edhe që janë njerë se s'kan shumë, e që shetë se na jena pak ma lykse, të një shetë njerë se s'kan kur gja, edhe dishka më vjen, edhe, ja, shiet, kretë që janë njerës, shumë bukur. Nuk dish me të kallëzu, po më përqen shumë përqen. Interesant, duke që e dush Kosovën, një e lidhë me Kosovën? Po, ja, nuk dish me kallëzu, po më përqen shumë përqen. Edhe që kishe, që më thonë, edhe që nuk jam une lindur këtu, kisha thonë, edhe me arë këtu më përqen shumë. Ja. Interesant. Një mesazh në fund krem ndjekës vetë historisë tjetër, çfarë kishte thonë gjithë shqiptarëve? Një mesazh. Një përshëndetje. Ja ju përshëndes kretëve, hajde në Prizren, se shumë bukur është. Shumë njerëz janë që të ndihmojnë, të kuptojnë. Haja, wow, I love it. Edhe
Ja, nuk di çka me thonë, ja. Na kënaqë, çfarë intervistë e mirë, unë e përjetova një intervistë shumë të mirë, e shijova.